Saranda ka mirëpritur mëngjesin e kësaj të martë kroçerën e parë për sezonin turistik 2026. Anija turistike Safir Princes ka mbritur në qytet me rreth 2600 turistë në bord, duke shënuar nisjen e një tjetër sezoni të rëndësishëm për turizmin e kroçerave në qytetin bregdetar. Turistët që udhëtojnë me këtë kroçerë kanë nisur me njëherë vizitat në Sarandë dhe zonat përreth. Një pjesë e tyre po vizitojnë qendrën e qytetit, ndërsa të tjerë janë drejtuar drejt destinacioneve turistike dhe historike të jugut të vendit. Grupi turistëve është i përzier dhe përfshin vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Kroçera ka mbritur në Sarandë nga Italia dhe pritet të vijojë itinerarin e saj pas ditën e kësaj të martë drejt Greqisë. Mbritja e kësaj kroçere shënon hapjen e sezonit të anijeve turistike për vitin 2026 në Sarandë, një segment gjithnjë më i rëndësishëm për ekonominë lokale, pasi çdo ndalesë e kroçerave sjell mijëra vizitorë që frekuentojnë bizneset, restorante dhe atraksione turistike të qytetit.